Me dritën e qërimeve në duar, simboli fitores së dritës mbi errësirën dhe jetës mbi vdekjen, besimtarët katolik në Shkodër kremtuan vigjiljen e festës së Pashkës. Në meshën e shenjtë të udhëhequr në katedralen e Shën Shtjefnit nga arqipeshkvi Giovanni Peragine, besimtarët morën lajmin e gëzueshëm. Mesazhi i Pashkës është ai i ringjalljes së shpresës për të gjithë ne, sidomos në kohët e vështira që po jetojmë, theksoi në fjalën e tij Peragina. I cili me ringjalljen e tij ka fituar mbi errësirën e vdekjese. Besimtarët katolik u lutën për vendet në luftë dhe për zonat me trazira që Pashka të sjellë dritën e shpresës. Qindra familje katolike kremtuan festën e Pashkës edhe në qytetin e Lezhës, mbrëmjen e së shtunës. Me qërin të ndezur në duar, ata ju bashkuan ritualit fetar në katedralen e Shën Nikolit. Mesha e shenjtë u drejtua nga arqipeshkvi i dioqezës së Lezhës, i Imsot Ottavio Vitale, i cili theksoi rëndësinë shpirtërore të kësaj nate. Ajo është një kujtesë e çarës së Jezusit, është drita e botës. Edhe në qytetin e Korçës, besimtarët katolik festuan me përkushtim dhe devocion Pashkën, duke marrë pjesë në meshën solemne të ringjalljes. Atmosfera ishte e mbushur me lutje, këngë liturgjike dhe mesazhe shprese, teksa u kremtua fitoria e jetës mbi vdekjen. Rreth 300 familje katolike nga Berati dhe Kuçova u bashkuan në kishën San Luca në Kuçov, ku mbajt mesha e shenjtë e Pashkës. Ajo u drejtua nga prifti Giuseppe Tossi. Ringjallja e Krishtit u kremtua në të gjithë vendin ku besimtarët katolik përcollën mesazhe për më shumë paqe e dashuri në familjet e tyre.